Përshëndetje të dashur shikues. Zhvillimet e reja vazhdojnë të dalin në pa në hetimin e substancave të ndaluara, që përfshin emra të famshëm. Së fundi, akuza e berë për Feyza Civelek, e cila luajti personazhin e Nilai në serialin Një dashuri, i cili u transmetuan në televizionin Klan, pati një pasojë të gjerë në mediat sociale, ndërsa u pretendua se rezultati i testit të Civelek ishte pozitiv. Lajmi që u përhap në një kohë të shkurtër nisi një debat të madh mes ndjekësve të serialit, pas pretendimit të rezultatit të testit për Feyza Civelek, e cila ka qenë në ekrane si një nga personazhet e shquar të serialit për 4 sezone. E gjithë vëmendja u kthye tek ekipi i prodhimit. U pretendua se Doukan Kynger, i cili më parë luajti në të njëjtin projekt, kaloi nëpër një proces të ngjashëm dhe më pas u largua nga kasti. Te ky zhvillim u fol për një kohë të gjatë në agjendën e revistës. Pas akuzave të fundit, shumë përdorues në mediat sociale filluan ta diskutonin nëse do të merrej një vendim i ngjashëm për Feyza Civelek. Dallimet e mendimeve ishin të dukshme, veçanërisht në postimet në Instagram, ndërsa disa përdorues argumentuan se kompania e prodhimit duhet të tregojë të njëjtin qëndrim ndaj të gjithëve. Disa shikues deklaruan se nuk e konsideruan të drejtë të shënjestronin aktorin pa një deklaratë zyrtare. Pas incidentit i cili ishte në rendin e ditës në një kohë të shkurtër, pyetja a do të largohet personazhi Nilai nga seriali u bë një nga temat më të përfolura në mediat sociale. Nga ana tjetër, procesi tërhoqi më shumë vëmendje jo vetëm për shkak të aktrimit të Feyza Civelek, por edhe sepse ajo ishte vajza e Melis Civelek, skenariste së serialit. Megjithatë, deri më tani nuk ka pasur asnjë deklaratë zyrtare as nga kompania e prodhimit dhe as nga kanali për këtë temë. Tashmë është çështje kurioziteti se çfarë vendimi do të merret në sezonin e ri të serialit. Nesrin Çavatzade dhe Kadir Tanar Uçar bashkuan jetën e tyre më 4 maj. Aktoria e njohur u martua me Uçarin, me të cilin kishte një dashuri të izoluar në një ceremoni surprizë martese në Bodrum. Çavatzade tha: "Ne u martuam në Bodrum 1 muaj pas propozimit për martesë. Ishte si këshilla e Seda Sajan, mora një ofertë në muajin e 6. Fillimisht u martuam, dasma jon do t'i jetë më vonë." 43 vjeçare nuk mbeti indiferente ndaj komenteve të ndjekësve të saj, si ulni pak botoksin. Duke postuar një video që tregon shprehjet e saj të fytyrës, aktoria tha: "Miq, po lexoj komentet tuaja, ju jeni të fiksuar pas botoksit tim." Zonja Nesrin, zvogloni botoksin, sytë dhe vetullat tuaja nuk janë të dukshme, ose diçka tjetër. Tani po ju tregoj botoksin tim, le të shohim. A e keni parë ndonjëherë një botoks të tillë në jetën tuaj? Duke vazhduar deklaratat e saj, aktoria tha: "Përveç kësaj, nëse kam botoks, çfarë është për kem? Kështu që nga ana tjetër, apo dhjami në faqen time ju pengoi të shihni aktrimin tim?" Duke thënë se komente të tilla zakonisht vijnë nga gratë, aktoria ju drejtua bashkë njerëzve të saj dhe përdori deklaratat e mëposhtme. "Do të them një gjë të fundit për këtë çështje dhe më pas do të esh t'ju premtoj, unë kur nuk do t'i ngrej më këtë çështje. Ndoshta jam shëndoshur, ndoshta jam e sëmur, ndoshta jam në pritje të një fëmije, gjithsesi çfarë. Tash që e kam thënë këtë, diskutimet e reja do të ndesin rrjetin. Ndoshta po plakem, plakja duhet të jetë e pranueshme apo jo?" Përveç kësaj, aktoria ka publikuar një foto me bashkëshortin e saj me mbishkrimin "Mos më merrni më kohë". Aktoria turke Biran Damla Yilmaz, 28 vjeçe, e cila në vitin 2025 kishte pranuar propozimin për martesë nga biznesmeni Abdurrahman Aydin dhe kishte publikuar foto me mbishkrimin "Thash po", dyshohet se i ka dhënë fund lidhjes së tyre. Sipas raportimeve, ajo e hoqi Aydinin nga lista e ndjekësve në Instagram. Fshiu fotot e përbashkëta, përfshir ato të propozimit për martesë. Kjo nxiti spekullime për ndarje. Gazetari Seyran Erdak deklaroi në një program televiziv se mes Biran Damla Yilmaz dhe partnerit të saj në serialin Halef, Ilhan Shen, kishte lindur një afërsi në shesh xhirim. Ai pretendoi se ata shiheshin shpesh bashkë dhe i drejtoheshin njëri tjetrit me përgëdheli. Megjithatë, deri më tani nuk ka pasur një konfirmim zyrtar nga Biran Damla Yilmaz ose Ilhan Shen për një lidhje romantike. Hafshinur Sançakatun dhe Kubilay Aka do të luajnë rolet kryesore në serialin e ri televiziv
Merçan Koshak, i cili do të transmetohet në ATV në Turqi, duke filluar nga shtatori vitit 2026. Ajo që e bëri lajmin shumë të komentuar në mediat turke, është se Afsnur dhe Kubilai kanë pasur një histori dashurie në të kaluarën. Ata u ndan dhe u ribashkuan disa herë, ndërsa më vonë mediat raportuan edhe për akuzat radhëtie. Tani pas gjithë këtyre zhvillimeve, ata do të punojnë së bashku në të njëjtin serial. Por si është historia e këtij seriali? Xhemre martohet, por burri i saj zhduket menjëherë pas dasmës. Në kërkim të së vërtetës, ajo shkon në Tarsus dhe mbërrin në rezidencën Merçan. Aras, fshe një sekret të madh familjar. Takimi i tyre ndes konflikt mes dy familjeve armike, por edhe një histori dashurie të pamundur. Gjatë një interviste, Sinem Kobal foli jo vetëm për karrierën e saj, por edhe për jetën familjare me bashkëshortin e saj, pikërisht për aktorin e famshëm, Kenan Imirzaljoglu dhe dy vajzat e tyre. Pjesa që troqi më shumë vëmendje ishte deklarata e saj. Vajzat e zbutën Kenanin. Me këtë ajo nënkuptoi se pas lindjes së vajzave, Kenan është bërë më i butë, më emocional dhe më i ndjeshëm si baba. Sinem tregoi se familja është prioriteti i saj më i madh. Kenan është një baba shumë i përkushtuar. Fëmijët kanë sjellë ndryshime pozitive në jetën e tyre. Ajo po shijon periudhën e amësisë dhe ekuilibrin mes familjes dhe karrierës. Çifti Sinem Kobal dhe Kenan Imirzaljoglu konsiderohen ndër çiftet më të dashura dhe më diskrete të botës së spektaklit turk. Ata u martuan në vitin 2016 dhe rrallë japin intervista për jetën private. Prandaj çdo deklaratë e Sinemit për familjet bëhet lajm në mediat turke. Ndërsa ky lajm lidhet me aktorin turk Selatin Pashli dhe bashkëshorten e tij Lara Pashli. Në prill të vitit 2026, mediat turke publikuan lajme se martesa e çiftit mund të ishte në krizë. Spekullimet nisën pasi Lara Pashli hoqi disa foto të dasmës nga rrjetet sociale. U vurej se nuk mbante unazën e martesës në disa postime. Në media u përfol dhe emri aktores Afsnur Sançakatun, me të cilën Selatin Pashli ishte lidhur nga thashethemet e showbizit. Pas përpjekjes së këtyre zërave, Selatin dhe Lara Pashli reaguan në rrjetet sociale duke mohuar problemet në martesën e tyre. Sipas deklaratave të tyre, lajmet për ndarje ose kriza martesore nuk paraqesin realitetin dhe ata vazhdojnë jetën familjare së bashku. Çifti është i martuar që nga viti 2022 dhe kanë një vajzë të quajtur Pera. Deri në atë moment nuk kishte asnjë konfirmim zyrtar për ndarje, ndërsa deklarata e tyre synonte të mbyllte spekullimet që qarkullonin në mediat dhe revistat. Shumë portale turke e trajtuan këtë si një rast tipik të thashethemeve të showbizit, ku ndryshimet në rrjetet sociale, fshirja e fotove, mungesa e unazës, u interpretuan si shenja të një krize, por vetë çifti i hodhi poshtë këto pretendime.